Përshëndetje nga kuzhina Neri, sot kam vendosur të përgatit një bakllavë me 40 kuleç. Për momentin gjindem në Austri të vllaznia të kurnotat, kështu që kam vendosur të përgatit një bakllavë për qefi me 40 kuleç, plus për juve një recetë për Kurban Bayramin. Kismet krejt që kanë nevojiten 7 vezë katunit, pro bio i kanë pullat e veta. 200 ml është gota e mboshni me kos ose jogurt, 200 ml me vaj, mandej një peciv për ndryshe pluhur për pjekje, sheqer vanila na nevojitet ma vonë për shërbetin, 500 gram gjallë për ndryshe boter, kjo te bota në Austri, unë e përdoj gjithmonë në Gjermani, pro curry gold bota, 500 gram, mandej një sheste, mirë dhe i sa të troshet brume, shefni tash në vedo, edhe 600 gram me arra i kemi coptu ju krejt e vogla. Bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit. Shumë motra më kanë shkru se janë mësu duke postu receta çdo ditë. Neri, ai e mirë se jemi bo marak, jemi mësu me postu receta çdo ditë. Neri ka ardhë në Austri edhe normal i ka ushqimet e gatshme tashti, prej nuseve të vëllat, edhe s'po kam nevojë me postu, por baklavën më pas që vetë për qefin me përgatit. Po ashtu edhe një ide për juve për Kurban Bayram. Marrim tash 200 ml me vaj, i qesim tek 7 vezët që kemi qetë. Mandej një gotë e 200 ml me kos, një pluhur për pjekje për ndryshe me peciv, edhe i përzina të gjithë përbërësit me tërë të dorës. I kemi përzit të gjithë përbërësit me tërë të dorës, tashtë marrim milën edhe shtojna. Një herë gjysmën, përzina me lugë, pra deri sa të troshet brumi që të formohet pra një masë brumit homogjene. E kemi përzi edhe brumin, si që përshefni 1 kg milë kom morë, me të thonë 800 gram pra komplet e kom qitë. Tek brumi, tashti, bismillah, ndojna brumin pra në 40 kuleç. I kemi nda 40 kuleç, i kemi rokullis në milë, bismillah, tashti marrim një shiste. Edhe i të hullojna kuleç pra kuleç sa për katmer vetëm me një sheste pa milë. Pra, tamam kuleç sa katmerin. Pra, duke i renditur mandej nga 5 kuleç një me një, se cilin duke e ly me një sheste. Pra, spari i zgjatim edhe kuleçt. 40 kuleç i kemi të hullu në këtë masi, si që përshifni. Tashti, bismillah, i renditim me një sheste, pra duke i ly kështu kuleçt edhe duke i rendit një me një nga 5 kuleç pra. Masia e tepsis është tepsi e plumit kështu 44 cm, e lyna me gjallë pra, ose me vaj mundën me ly, sepse kom pas gotën kur i kom qitë përbërësit me vaj gotën, i renditim pra nga 5 kuleç, duke i ly me një sheste. I kemi rendit edhe nga 5 kuleç për mi, pra 4 vena ka 5, në 4 vena tjerë ka 5, pra 4 kuleç, si që përshifni, të renditur 5 nga 5, i qesim për fundi, mandej arra, 4 kuleç nga 5 kuleç renditën për mi arra, pra me 2 rana me peta edhe 1 ran me arra. Tash bismillah lyna tepsin me gjallë, për dhe fillojna me zgjat nga 5 kuleç, pra që i kemi qitë një me një të lyra me një sheste. I kemi të hullu spari, pra 5 kuleç e parë, tepsin i kemi ly me gjallë edhe i renditim.
4 koleq nga 5 që kemi rëndit një me një, përfunde pra i shtrina në tepsi. Tash ti kemi rëndit pra 20 koleq përfundi edhe ja qesim një rend plot me hara pra të grira. Jo shumë im, i shtrinën të në ondë, mande edhe 20 koleq pra që i kemi rëndit ka 5 për mi, i të lojna edhe qesim pra për mi. 20 koleq për fundin, 20 koleq për mi. Një rend plot me hara. I kemi rëndit të gjithë koleq, pra 40 koleq, tash të e bojna edhe prerjen, gjalpën e shkrina e qesim për mi. Furën e lëqani me nxepa në temperaturë 250 gradë mas pari, që tjetë e nxehur mirë, mandej kur e fusim tepsin me bakllavë brenda, e ulim temperaturën 150 gradë. Baklavën e prejna bismillah në formë të lullës, ju mundeni me prej si pas dëshirës juve. Pra, prerjen e gjeni edhe tek baklava me 4 koleq e njëjta prerje. Pra, është. Një baklavë e shpejt, shumë e shpejt përgatitje, edhe del një tepsi në masi 44 cm, pra, del plot. Mundeni edhe në masi, pra, 42 cm, po ashtu me qit edhe për Kurban Bajram Kismet ju knoq. E bojna tash pra prerjen e baklavës. Edhe bismillah tashti i kemi shkri 500 gram me gjallë, ja qesim gjallëpën për mi. Me njëherë e fusim pra edhe baklavën e furën e nxehur mas pari pra në 250 gradë, mbase që e fusim baklavën furë e ulim temperaturën në 150 gradë. E kemi ly baklavën për mi, e kom qitë për jashtë, e shefni se si duket, plot tepsia, mashallah, tash e fusim brenda, pra që të pjeket në furrën e nxehur, 250 gradë me por, si të fusim tepsin e ulim temperaturën 150 gradë. Edhe baklavën e kemi hek prej furrës, e kom pjek në temperaturë 150 gradë për 1 orë e gjys. Është pjek shumë mirë si për fundi, si kur brenda, si kur për mi, po ashtu. E lojna që të ftofet, e kom lojnë për jashtë kohë e mirë, që të ftofet, pra ta shëmbëlloj me folje, edhe e lojnë që të ftofet, derisa të ftofet plotësisht. Mandej, fillojna me bismillah përgatitjen e shërbetit. Tash të ja përgatitim pra edhe shërbetin. Një tenxhere kom marrë, 1 kilogram e gjys sheqer, 1 litër e gjys ujë të vol, edhe 1 sheqer vanilja kom qitë brenda. Kur të fillon ta shërbeti me marrë vol, prej aty të njehim pra që të zihet shërbeti 15 minuta, edhe baklava është ftohur. Baklava është ftohur krejt, shërbetin e kemi zi për 15 minuta mbasi ka fillu me
vlu, bismillah me njëherë tashti. E përvlujna, e kthejna pra shërbetin e val, ndërsa baklava e ftoft. Del një baklav fantastike. E lehtë në përgatitje, e shpejt, e shishme, kush e provon, bindet pra vetë për shijen e mrekullueshme. Edhe baklavës e kemi qitë shërbetin, duket fantastike, e lojna me uftof që ta pinë mirë shërbetin. Unë e kom përgatit veç për qefi, me hongër, me vllaznije, me kunota në Austri. Ju mundën tash me përgatit nëse ju pëlqen për festën e Kurban Bayramit kismet që të shkrihet në gojë baklavë tepër e shishme. E shefni pra, tepsia plot edhe as me pas nevojë me të hollu peta me terë, del fantastike. Juve përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetas mia, komentet e bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit, ju them miru pofshim.